ju ve keq unë bani të bëna i punë, veç do të bëni ai punë që të për të bënë, për popullin në shok. Ai një gazetar, ai si një gazetar. Po. Çfarë punë na sugjeron ti për shembull? Na thuj punë, ç'a të bëni? Ne si gazetar, ç'a do të diskutojmë? Ju gazetar do të greni zërin në të farfeje që ju e keni ndër. Edhe popullit do t'i bëni thirrje. Për çfarë për shembull? Për ekonominë, për qytetrimin, për gjithë gjërat. Për rrogat e për këtë. Nuk ka çdo kuj s'ka këtë pyetje çdo kuj. Veç gazetarëve. Po qytetarët vetë do ta ngrenë zërin? Ja kanë ngrenë qytetarët si pyet kush. Po shkonin bën votat aty, votat i vjedhin shtet më pafshëm. Po pyesum ty për shembull, ngre zërin, për çfarë shqetësimi do flasim sot për shembull? Çfarë problematike? Konkrete, jo të përgjithshme siç thua, ekonominë, qytetrimin e kulturën e për zbritjen e yjeve në tokë. Zbritjen e yjeve në tokë, ore. Populli është për bukë të gojës, o shok. Për bukë gojës. Pse kam mbetur populli për bukë gojës? Për bukë gojës, nuk kemi shtet, nuk ka drejtiv. Nuk ka shtet. Po shteti thot gjithmonë që ne jemi mirë, kemi rritur rrogat, është rritur mirëqenia, ka rënë çmimet, ka rënë çmimi i naftës, ka rënë 2500 lekë. Po jo se nafta është naltore, nafta nuk është me ne. Çmimi i gazit ka rënë në 1000 lekë. Ku më ka rënë më burr, te ke në Maqedoni. Më lirë se sa. Te ke kush e ka më lirë? Ne në Shqipëri. Jo, ka Malizi dhe Maqedonia, Dibra e Madhe, ka më lirë ti. Ku shef këto informacione ti? Po jo, atje shkëmbë mbrim naftë ne. Po. Atje është më shtrenjtë se sa këtu në Shqipëri. Jo, s'është. Është kundërta, nga ata që janë atje në Malizi, Maqedoni, ata vinë këtu për shembull. Po jo. S'ka mundsi. Nuk është mund më jepë. Që parlamentarët tanë kanë rrogat e ulta për shembull. Po këtë pse flasim ne? Që politikanët i kanë rrogat e ulta. Populli si ngrim zërin për këtë ne? Për ata njerëz që mendojnë për ne. Populli gënat të fol një pas si pyet kush. Nuk i pyet kush. Sa do pyet kush njëri. A janë të pyet kush bën në Amerikë çfarë bëj populli? Amerika drejton vendin. Amerika ka si thonë? Amerika ka vendin. Amerika drejton vendin. Amerika ka hall më të madh tani se është në luftë me Iranin. Ja, nuk është në luftë se Amerika po drejton gjithë botën, jo vetë Shqipërinë. Po pse se merr dorë Shqipërinë? Pse s'po drejton Shqipërinë? E kemi nduar herë këtë? Po fjala presim që të bëjnë e sen. Po bën e sen. Sa kohë bëj që presim? Ja, presim sa dush, ka vitet tona që presim. Mërzitemi ne, nuk mërzitemi. Po, mërzitemi se kështu mësoi Shqipëria. Mësoi Shqipëria, shqiptarë që presin. Po për shqiptarët e tjerë që ikin largohen nga Shqipëria, çfarë mendim? Shumë mirë ja bëjnë. Çfarë do bëjnë këtu? Shumë mirë ja bëjnë. Tu çiftiri ti si çiftiri, çfarë ke shtëpi? Jo. Ke rrogat, jo. Ta lësh vendin. Po kush do bëj shteti do bëj shtie unë? Kush do bëj shteti do bëj shtie unë? Kush do bëj? Shteti do të bëj o shok. Shteti. Po s'deshëm ne se bëj shteti. Jo, po ti po s'hongër me po ti po s'pa të punë. Po s'pa të hongër me pi, po s'pa të një shtëpi. Çfarë do bësh? Do ikësh. Jo, unë siki për vetë. Ja. Unë siki për vetë. Pse ti do të lejon Shqipërinë? Disa ke rrogën ti, si më pyet mu? A disa rroga? 400.000 lekë vjetra. Shtëpinë me qira ke 600, 550, 600. Nuk ke shtëpi pa qira në 600. Si do jetoj ai? Hajde morr rrogën për të paguar qiran, a për të hëngur bukën? Kështu që unë i bëj thirrje. Unë i bëj thirrje Amerikës. Që të vënë dorë thirrje Amerikës. Donald Trumpit. Amerikë që të vënë dorë në Shqipëri. Po s'von dorë ai sa ai na drejton.